Pas një shkëputje për rreth një orë, antarët e grupeve të komisionit janë rikthyer për të nisur numërimin e votave këtu në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi në ZZ numër 2, e cila përfshin 106 qendra votimi. Sikundër në këtë ZZ edhe në ZZ të tjera në qytet, procesi i numërimit të votave po vjon normalisht dhe pa asnjë problem.